I nderuar të dashur vëllezër dhe motra më Krishtin. Krishti u ngjall. Të dashur të krishterë, gjithë kjo javë quhet java e ndritshme, sepse të gjithë neve të krishterë ortodoks që përjetuam ngjalljen e Krishtit të dielën e Pashkës, vazhdojmë të festojmë çdo ditë tjetër të kësaj jave, që quhet një ditë. Pra çdo ditë neve bëjmë të njëjtën shërbes paskale dhe mblidhemi në kishë për të kryer liturgjinë hyjnore, të bashkohemi me Zotin e ngjallur në mënyrë mistike, në misterin më të madh që ka kisha jonë, në kungatën hyjnore ose në falënderimin hyjnor. Të dashur të krishterë, të bëjmë kujdes, sepse djalli, i cili urren më shumë nga të gjithë ngjalljen e Krishtit, kërkon të na heqë neve jo vetëm gëzimin e ngjalljes, por gjitha bekimet, benefitet që na jep ngjallja e Krishtit, që nuk është thjesht ngjallja e Krishtit, por është ngjallja jonë. Sepse ne nuk vim tu në kish për të besuar disa përralla ose disa mite, për të argëtuar me thjesht tradita. Ne vim këtu për të përjetuar gjëra reale, që vërtet Isu Krishti, biri i Perëndis, por dhe bir njeriu, vdiq si njeri vullnetarisht në kryq, u varros, po u ngjall. Dhe i ngjall ai u shfaq apostujve për gjatë 40 ditëve, duke i përforcuar ata me besimin tek ngjallja e tij, duke qëndruar pranë tyre, duke ngrënë bashkë me ta, duke u lejuar që të preket nga ta, që kështu ata të përforcuar me ngjalljen e Krishtit, të shkonin në gjithë botën dhe t'i mësonin njerëzit se Krishti u ngjall. Këtë mision kemi dhe neve si të krishterë ortodoks, klerik e laik, që ta besojmë ngjalljen e Krishtit. Dhe jo vetëm ta besojmë dhe ta përjetojmë, por neve ta përhapim ngjalljen e Krishtit. Prandaj dhe Kisha Ortodokse vazhdon edhe këto ditë, edhe për 40 ditë, të japi mesazhin e ngjalljes së Krishtit. Dhe përshëndetja jonë nuk është më në këto ditë mirëmëngjes dhe mirëmbrëma, por Krishti u ngjall, vërtet u ngjall. Do thoni juve, po ku ta takojmë ne Krishtin e ngjallur sot? Patjetër që ne mund ta takojmë Krishtin e ngjallur sot ashtu siç e takuan apostujt, ashtu siç edhe dëgjuam tek ungjilli sipas Lukait për 2 nga apostujt, Luka ose Shën Lukaj dhe Shën Kleopa, të cilët e takuan Zotit rrugës për në Emaus. Ne pam që Zoti ju shfaq atyre, po ata nuk e njohën. Por kur e njohën ata? E njohën kur ulën në tryezë dhe Zoti theu bukën, e andau, e atyre ju hapën syt, e pan Zotin, dhe atëherë ai u bëj padukshëm nga ata. Që do të thotë, neve sot Zotin e ngjallur, ku e takojmë? E takojmë këtu në kish, aty këtu në kish ku bëhet misteri më i madh, ku buka dhe vera që ne i afrojmë Zotit, po të Zotit janë, ai i shndron me lutjet e kishës, me lutjet e priftërive ortodoks, me anë të shpirtit të shenjtë, në mish dhe në gjak, dhe na jep neve për një takim misteror, për një bashkim unik me Zotin e gjallë, që të marrim jetë të përjetshme. Prandaj të dashur të krishterë, Pashka nuk është mirëqingji ose ushqime tjera ose argëtime, pavarësisht se këto kur bëhen për Zotin nuk janë gabim, por nëse këto bëhen qëllim në vetvete, atëherë këto bëjnë një mëkat. Pashka është bashkim me Zotin e ngjallur në misterin e falënderimit hyjnor. Ky është kulmi i bashkimit dhe i takimit ton me Zotin e ngjallur. Nëse ne nuk kemi dëshirë që të kungohemi sa më shpesh, atëherë nuk besojmë se Zoti është i gjallë. Por ne thjesht kemi një tradicion, kemi një mit, kemi një tradit të ham e të pim edhe kaq. Prandaj të bëjmë dhe kujdes. Neve duhet të bim në shtëpinë e Zotit, të kemi dëshirë të takohemi me Zotin,
të bashkohemi me Zotin në falenderimin hyjnor. Çfarë thot Zoti Jezu Krisht tek Ungjilli sipas Johanit? Unë jam buka e jetës, thot. Kush vjen tek unë nuk do të ketë kurrë uri, dhe kush beson tek mua nuk do ketë kurrë etje. Me të vërtet, po ju them, nëse hani mishin e birit njeriut dhe pini gjakun e tij, ju nëse nuk e hani, ju nuk keni jetë. Kush ha mishin tim dhe pi gjakun tim, ka jetë të amëshuar, dhe unë do ta ngjall në ditën e fundit, sepse mishi im është ushqim i vërtet dhe gjaku im është pije e vërtet. Kush ha mishin tim dhe pi gjakun tim, mbetet tek unë dhe unë në atë. A e kuptoni? Në qoftë se ne duam të jetojmë jetën në Zotin, duhet të marrim pjesë në liturgjinë hyjnore. Duhet të përgatitemi me pagëzimin, pendim rrëfimin, kreshmimin, agjërimin dhe në fund me kungimin. Ky është qëllimi dhe gjithë përmbushja e jetës sonë, bashkim me Zotin e gjallur duke marrë trupin dhe gjakun e tij. Të dashur të krishterë, ngjallja e Krishtit nuk është ngjallja e Krishtit vetëm. Ai nuk u ngjall për vete, sa kishte potencialit të ishte i pavdekshëm, por vdiqi vullnetarisht dhe u ngjall si Perëndi për ne, për të na dhënë rikrijimin e natyrës njerëzore. Kjo është shpresa që kemi jo vetëm për veten tonë, por dhe për njerëzit që janë larguar nga kjo jetë. Neve kur na vdes një njeri afërt, asnjëherë nuk themi që vdiq, por themi fjeti ose ndërroi jetë. Nuk themi varreza, po themi qimitir fjetore, sepse Krishti, ashtu si tha edhe për Lazarin, po fle, por dhe për çdo njeri që e ka trupin e tij në varr, e ka bërë vdekje një gjumë më të gjatë. Shumë njerëz e kanë vështirë të kuptojnë se si do vdesin. Aq më vështirë kanë kuptojnë si do ngjallen. Po ja që ne vdesim dhe ngjallemi çdo ditë. Sa herë që ne flëm gjumë, ne kemi një vdekje. Dhe sa herë që zgjohemi nga gjumi, kemi një ngjallje. Kështu pra është edhe vdekja dhe ngjallja. Dhe presim ardhjen e dytë të Zotit. Armiku i fundit që do azgjësoj Krishti është vdekja, për gjithë njerëzimin. Kështu që edhe njerëzit tanë që ne janë larguar nga kjo jetë, që ne kemi trishtim dhe i kujtojmë me mall, kemi shpresë, një ditë do të takohemi. Jo vetëm shpirtërisht, por dhe trupërisht. Do të takohemi, do përqafohemi, do të na largohet malli, sepse Krishti do të na japi ngjalljen e të vdekurve. Por kujdes. Ngjallja që do japi Krishti për gjithë njerëzimin do të jetë një ngjallje jete, gëzimi për besimtarët e krishterë, për ata që kanë jetuar dhe kanë vdekur në Krishtin me kungatën hyjnore në gojë, sepse këtë mister jep kisha në fund të jetës, kurse për ata që nuk kanë besuar në Krishtin, kanë dyshuar në ngjalljen e tij ose në ngjalljen e të vdekurve dhe nuk kanë vdekur në Krishtin, ngjallja e tyre do jetë ngjallje mundimi. Prandaj le të përpiqemi të vazhdojmë ta përjetojmë këtë javë të ndritshme si një ditë për të përjetuar dhe të vazhduar të ecim me Zotin e gjallë dhe ta ripërforcojmë këtë fuqi të ngjalljes me anë të kungatës hyjnore. Kur ne marrim mishin dhe pim gjakun e Krishtit, kemi jetën e Krishtit dhe kemi ngjalljen e Krishtit brenda vetes sonë. Amin.